Sot në rendite kemi një propozim ligj që vjen nga Ministria e Arsimit që udhëhiqet nga Abdulaqimi i Bëdis. Ky ligj edhe një herë dëshmon se Abdulaqimi dhe Bëdia janë shndruar në ngatrestar prioritetesh dhe shërbetor të politikave të huaja. Dhe kur shërben politikave të huaja, punët i bën shkele shko. Ngatrohesh keq në labirinthe dhe gjithçka që bën pastaj e bën mbrapsht. Qëllimi i këtij ligjit, sipas shefit të Abdulaqimit, është të rregullohet me ligjin për arsim të lartë, përkthimi dhe botimi i literaturës profesionale, 50 libra universitare në vit që përdoren në 10 universitetet e para të radhitura në pajtim me listën e Shangaj. E që pastaj këto libra do të shërbenin studentëve si literaturë referente dhe si material arsimor për programe të saktuara studimore. Në një vend normal, ku funksionojnë parimet normale, ky propozim ligj do të kishte kuptim. Po jo edhe në Maqedoni, ku parimet normale ka kohë që kanë ndryshuar kahje. Periudhë Bëdis, e dini se qeveria ka kohë që përkthen libra, edhe ata 100 për maqedonasit, 1 për shqiptarët. Ajo ka ra në duar ndonjë prej këtyre librave të përkthyer në gjuhën shqipe. A e dini se këto libra janë të përkthyer në shqip njësoj sikur Abdulaqimi t'i përkthente në kinezisht. Pra, këto libra janë të përkthyer nga Google Translate. Smerët gjë vesh në këto libra. Janë fyese për studentin shqiptar, të ngulfasin dëshirën për të mësuar dhe për të krijuar. Dhe juve ju duket gjë e mirë kjo, sigurisht Abdulaqimit, dhe tani na propozon edhe ligj për të vazhduar të përkthejnë librat në shqip prej Google Translate. E kështu ju gjen kur jeni shërbetor i politikave të huaja. Nuk kam vërejtje për librat në original që përdoren nga universitetet më me renome në botë. Por si ministër i arsimit Abdulaqimi do bëje mirë që para se të mendonte për një ligj të përkthyer për libra të përkthyer nga Google për studentët shqiptar, fillimisht ai duhet të mendojë për nxënësit e klasës së parë, po të na e sillë një herë abetaren e gatshme të unifikuar. Ky do të duhet të ishte propozimi i parë si ministër. Ligji i parë, prioriteti i parë. Fëmijët tanë të mësojnë gjuhën shqipe sipas një standardi të unifikuar. E kur ta mësojnë abetaren, pastaj të fillojnë të mësojnë edhe historinë, edhe gjeografinë në libra të shkruara nga shqiptarët. A ka më keq se kur i shihni fëmijët tuaj të mësojnë për shqiptarët nga tekstet shkollore që jo vetëm ja kanë shkruar të tjerët, por madje edhe i ofendojnë ata. Pse Abdulaqimi dhe ju të Bëdis nuk i rregulloni këto gjëra së pari? Pse dhe çka pret që nuk i tërheq nga përdorimi tekstet shkollore që janë ofenduese për shqiptarët? Prioritet tjetër për Abdulaqimin do të ishte edhe ndryshimi i emrave të 4 shkollave në Çajër. Çfarë pret Abdulaqimi ende? A as edhe një gjë kaq të vogël nuk mund ta zgjidhni? Ai thoni vetës deputet e ministër. Pse e morët Ministrinë e Arsimit nëse nuk zgjidhni dot problemin me tekstet shkollore, me abetare dhe me emrat e shkollave? Pse i pranoni postet kur nuk keni fuqi të zgjedhni asgjën më të vogël? Do duhet që një herë të rregulloni punët e shqiptarëve, pastaj lirisht mund të shkoni të gjithë edhe të përkthenit libra. Punët duhet të kenë një rend, duhet të kesh prioritet. Kushtet ku mësojnë nxënësit shqiptar, në veçanti kuptohet këtu edhe studentët, janë jashtë çdo standardi. Pse Abdulaqimi dhe Bëdi nuk merren në Universitetin Shtetëror të Tetovës një herë? Pse nuk i tregoni shqiptarëve pse i mbyllët si vetë shumicën e degëve të disperzuara të USHT-s? Pse Universiteti Shtetëror të Tetovës diskriminohet në finansim nga qeveria
në raport me Universitetin e Shkupit 1/6. Pse Universiteti Shtetëror i Tetovës në Shkup ende nuk ka një objekt siç duhet, por si vjet nga shtëpia e mallrave do të nxjerrin studentët të mësojnë dhe të ndjekin ligjëratët në një shkollë fillore. Kjo është skandaloze. Prandaj, të nderuar deputet dhe ministrat BDI-s, këto janë kushtet që duhet të rregullohen një herë. E pastaj, ndoshta do duhet të mendonit dhe do të kishin kuptim edhe për kërkthimet. Po shoh se këto gjëra juve s'ju bëjnë as pak përshtypje. Është e kuptueshme kjo sepse ju jeni bërë shërbëtori politikave tuaja dhe nga tregtari prioriteteve me vetë dëshirë, për interesa shumë të ulta, për përfitime personale. Ju keni arritur pikën ku doni të ruani me çdo kush këto përfitime. E kur arrin këtë pikë, pastaj bësh politikisht edhe i rrezikshëm për shqiptarët. Prandaj qeveria ku bëni pjesë ju është bërë e rrezikshme për shqiptarët. Krijon pasiguri dhe shkatrim në çdo sferë. Keni marrë trajtën e një organizate të rrezikshme për shqiptarët. Kjo organizate juaj ka pushtuar dhe paralizuar çdo gjë të shqiptarët. Ka deformuar dhe shkatruar arsimin të shqiptarët. Po shkatroni edhe gjithçka tjetër, duke filluar nga demokracia e deri te liria dhe të drejtat elementare njerëzore të shqiptarëve. Por jeni të bindur se ju dhe organizata juaj kjo gjë që po bëni nuk do zgjas pafund. Situata dita ditës po bëhet e padurueshme dhe pasojat do të jenë të paparashikueshme për ju dhe organizatën e juaj. Andaj bëni mirë dhe nder vetvetes, mjaft më të qenurit kukulla, dekor e shërbëtor. Благодаря,